Ish-kryetari i Bashkisë Memalia, Gjole Guci, është marrë i pandehur nga SPAK për shkelje të barazisë në tender. Bashkë me të janë marrë të pandehur edhe Edmonda Harizi, Bersan Tylli dhe Feta Hoxha për një procedurë prokurimi lidhur me ndërtimin e ujësillësit rajonal në 8 fshatra dhe qytetin e Memaliajt, me fond mbi 493 milion lek. Hetimet tregojnë se ish-zyrtarët favorizuan operatorët të caktuar, shpallën fitues kompani me mangësi dokumentacioni dhe lejuan nën kontraktim në konflikt interesi. Guci ka drejtuar bashkim për disa mandate dhe ka pasur më parë denoncime të tjera. Gjykata e lartë ka refuzuar rekursin e ish-gjyqtarit Guxim Zenelaj duke lënë në fuqi konfiskimin e pasurive të tij. Kolegji penal vendosi të mbajë në fuqi vendimin e apelit posaçëm të 15 korrikut 2024, i cili kaloi në favor të shtetit një sipërfaqe toke prej 1000 metra katror në Porto Palermo, Himar Vlorë, si edhe 6 pasuri të paluajtshme në ishull Shëngjin Lezhë. Mes pasurive të konfiskuara janë edhe 2 bodrume me sipërfaqe 16 metra katror dhe 15 metra katror, njësi me sipërfaqe 218 metra katror dhe 3 apartamente me sipërfaqe rreth 60 metra katror, 67 metër katror dhe 51 metër katror. Pasuritë e konfiskuara rezultuan të pajustifikuara nga ish-gjyqtari i gjykatës së lartë. Kujtojmë se apeli vendosi në qershor të 2025-s dënimin me 100 orë punë publike për Zenelaj, duke ndryshuar kështu vendimin e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që e dënoi atë me 6 muaj burg për veprën penale, deklarimin rem i pasurisë. Prokuroria e Vlorës ka nisur verifikime pas një kallëzimi të bërë në pranverën e vitit 2025, lidhur me pretendime për abuzime me lejet e tokës në plazhet e Bregdetit të Vlorës. Një prokuror ka urdhëruar sekuestrimin e dokumenteve në zyrën e aseteve, ndërsa hetimet do të vazhdojnë ndaj disa zyrtarëve që dyshohet se kanë lejuar mbivendosje dhe miratime të paligjshme për subjekte private. Sipas raportimeve, në sezonet e kaluara verore ka pasur shpesh abuzime me lejet e plazheve, duke sjellë edhe përplasje fizike mes administratorëve dhe punonjësve të subjekteve private. Hetimet aktuale synojnë të zbardhin përgjegjësitë dhe të vendosin rregull në administrimin e tokave bregdetare. Kthehen për të prehur në vendlindje trupat e pajet 4 anëtarëve të familjes Kola që humbën jetën pak ditë më parë në Luka të Italisë nga helmimi me monoksid karboni në banesën e tyre. Viktimat janë kryefamiljari Arti Kola, bashkëshortja Jonida dhe 2 fëmijët Hajdar dhe Jessica. Trupat janë kthyer në vendlindje në Gryksh të Madh të Peshinit, ndërsa për ta mundësuar këtë proces u mblodhën përmes GoFundMe 75.000 euro. Tragjedia e ndodhur më 5 shkurt tronditi komunitetin shqiptar në Luka, por edhe të afërmit e tyre në Shqipëri. Autoritetet në Luka të Italisë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të rëndë. Një operacion i Guardia di Finanzës në Itali ka shkatruar një bandë shqiptare të trafikut të kokainës me bazë në Foligno. Në prangaran 7 persona, mes tyre 5 shqiptar, një u vu në arrest shtëpiak, ndërsa 3 të tjerë janë ende në kërkim, ndërkohë që u sekuestruan 68 kg kokainë amballazhuar me marka luksoze, si Lacoste apo Ferrari, si edhe një makinë me targa të reme. Droga ishte destinuar kryesisht për restorante dhe lokale në provincën e Perugjas. Hetimi i nisur në 2024 përfshiu përgjime, survejime dhe përdorimin e satelitëve, duke zbuluar një rrjet të organizuar ku bizneset lokale shërbenin si fasad për rinvestimin e parave të drogës. Zbardhet identiteti dhe foto e viktimës së aksidentit tragjik që ndodhi mëngjesin e së hënës në provincën e Bolonjës në Itali. Bëhet fjalë për 32 vjeçarin shqiptar Leonard Fiora nga Marzaboto. Ai po drejtonte një mjet tip Volkswagen Lupo kur papritur hyri në korsinë e kundërt dhe u përplas me një kamion mbetjesh. Fiora mbeti bllokuar brenda automjetit dhe ndroi jetë mes flakëve. Drejtuesi i kamionit pësoi vetëm lëndime të lehta. Në vendngjarje ndërhyn zjarrfikësit me autobot për të shuar zjarrin dhe ekipet mjekësore, të cilat konfirmuan vdekjen e të riut në vendngjarje, ndërsa karabinerët zbardhën dinamikën e aksidentit të rënd. Në Hag vijon sot dita e 3 e gjykimit ndaj shkrerëve të UÇK-s. Përfshirë ish-presidentin Hashim Thaçi. Avokati i këtij të fundit Luka Mishetic deklaroi sot se Thaçi është i pafajshëm dhe se provat e prokurorisë speciale nuk arrin përtej çdo dyshimi të arsyeshëm. Ai theksoi se Thaçi nuk ka qenë në Kosovë gjatë pjesës së përmendur në akt akuz dhe nuk ka prova për pjesëmarrjen e tij në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Mbrojtja argumentoi gjithashtu se komunikimi i anëtarëve të UÇK-s ka ndodhur përmes deklaratave publike dhe mediave dhe jo përmes një strukture tërësisht të centralizuar komandimi siç pretendon prokuroria. Ndërkohë, 3 ditë më parë, prokuroria speciale e Hagës dha pretencën për 4 ish-krerët e UÇK-s, përkatësisht Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi me nga 45 vite burg secili. Ndërkohë sot mbyllet faza finale dhe i hapet rruga gjykimit.
Naim Urseli e akuzuar si porositës i vrasjes së bashkëshortes së tij Liridona Ademajt 29 nëntor 2023, kërkoi sot në seancën gjyqësore të takohet me fëmijët e tij në Suedi dhe nga ana tjetër kërkoi edhe një takim me biznesmenin Bexhet Pacolli. Kërkesa e parë u mor në shqyrtim dhe mbetet për tu parë vendimarrja, ndërsa ajo për takimin me Bexhet Pacollin nuk u miratua nga ana e gjykatës. Urseli mohon borxhet e pretenduara nga prokuroria ndaj biznesmenit Bexhet Pacollit dhe thot se ja ka shlyer në mënyra të tjera, por pa dhënë asnjë detaj konkret. Seanca vjoi sot me pyetje nga organi akuzës, si edhe duke dëgjuar mbrojtjen e të akuzuarit. Urseli bashkë me Granit Plavën dhe Kushtrim Kokallën akuzohen për vrasje me motive akmarrje dhe për përfitim financiar. Plava dhe Kokalla janë përfshirë si bashkëkryerës të aktit, ndërsa Tom Dodaj që u shiti armën pranoi fajsin. Një ngjarje e rëndë tronditi Ankaran, ku një 35 vjeçar i dënuar me 4 vite burg për mashtrim dhe kërcënim me armë, vrau nënën, vajzën 8 vjeçare dhe ish bashkëshorten përpara se të kryente vetvrasje. Krimi ndodhi gjatë një leje të përkohshme 11 ditore që ishte dhënë nga autoritetet penitenciare. Sipas informacioneve, Recep Cengiz fillimisht u përball me nënën e tij 57 vjeçe dhe vajzën e mitur në lagjen e tij. Pas një debati, ai qelloi për vdekje dhe më pas vendosi trupat në bagazhin e automjetit të tij. Më vonë ai shkoi në banesën e ish bashkëshortes, u paraqit si korrier dhe e qelloi në derën e shtëpisë. Pas krimit ai vrau edhe veten. Autoritetet konfirmuan se 35 vjeçari ishte transferuar nga një burg i mbyllur në një institucion të hapur, ndërkohë që po hetohen gjithashtu dyshimet se ai kishte sabotuar instalimet elektrike në banesën e ish bashkëshortes për të shmangur identifikimin nga kamerat e sigurisë. Policia vijon hetimet për të zbardhur plotësisht motivet dhe rrethanat e kësaj tragjedie. Një masakër në një shkollë mesme ka tronditur Kanadan, por jo vetëm. Një sulm me armë ka lënë pas 10 viktima, ndërsa janë plagosur mbi 25 nxënës. Autori është ekzekutuar menjëherë në vend ngjarje, ndërkohë që motivi i sulmit me armë zjarri mbetet ende i paqartë për autoritetet. Një nga nxënësit dëshmitar të ngjarjes së rëndë, Darian Quist, nxënës i klasës së 12, ka rrëfyer momente dramatike gjatë sulmit me armë në British Columbia të Kanadas. Në një intervistë për CBC Radio West, ai tregoi se ngjarja ndodhi vetëm pak minuta pasi kishte hyrë në klasë. Sipas tij, alarmi i emergjencës u aktivizua dhe dyert e shkollës u mbyllën menjëherë. Nxënësit qëndruan të izoluar në klasë ndërsa disa përdorën telefonat për të kuptuar çfarë po ndodhte jashtë. Për të rritur sigurinë, Darian dhe shokët e tij bllokuan derën me tavolina. Ata qëndruan të mbyllur për më shumë se 2 orë, derisa policia mbriti në vend ngjarje dhe i shoqëroi jashtë ndërtesa. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe ka rindezur debatet për sigurinë në shkolla.